Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët në kuzhinën time. Ëmbëlsirat me shije limoni janë tepër të shijshme dhe freskuese. Nëse dhe juve ju pëlqen shija e limonit, le të përgatisim së bashku këtë ëmbëlsirë të thjeshtë dhe të shpejtë, me biskota dhe krem limoni, ku do e përgatisim vetë në kushte shtëpie. Mund ta përshtasni sipas shijeve të juaja, nëse e doni me më pak apo më shumë limon. Le të përgatisim kremin e limonit, ku do i japi shije dhe aromën kësaj ëmbëlsire. Do na nevojiten 2 të verdha vezë fshati. Sipas vezëve që do përdorni, atë ngjyrë do marrë dhe kremi. 200 g me sheqer ose një gotë të plotë, lëvorën e 2 limonave. Kjo është aroma që do ketë ëmbëlsira, sepse nga lëngu nuk merr asnjë aromë dhe ndaj është e mira që ta shtoni. Nuk do merrni nga pjesa e bardhë e limonit, sepse ka hidhërim. 150 ml lëng limoni ose përafërsisht gjysmë gote, një gotë e gjysmë me ujë dhe një lugë gjelle me një seshte. E vendosim në zjarr duke e përzier vazhdimisht derisa masa të trashet. Nuk është se do dali shumë e trash, kështu që e shikoni dhe në video. Pasi të ketë marrë val, e largojmë nga zjarri, shtojmë aromë vanilje dhe gjysmë lugë gjelle me gjalp. E përziejmë mirë derisa gjalpi të shkrijë. E hedhim në një enë që të ftohet sa më shpejt. E lëmë në temperaturë dhome. Dhe kur të jetë gati, të jetë ftohur, do të vazhdojmë me përgatitjen e kremit. Do na nevojitet 500 g me qumësh pana për ëmbëlsira, një vanilje, sheqer pluhur sipas dëshirës. Nëse kremi pana që do të përdorni ka vetë sheqer, do e provoni duke i përshtatur sipas shijeve të juaja, duke ëmbëlsuar me sheqer pluhur. Do e shtoni dal nga dal duke e përzier. Pa u trashur mirë kremi, do ndalojmë mikserin që të shtojmë kremin e limonit. E kemi gati, është ftohur, pra është në temperaturë dhome. E trazojmë pak me një tel dore, shtojmë 1/3 e masës brenda te kremi dhe e përziejmë derisa të trashet. Dhe ja pra ku e kemi gati. Tepsia që kam përdorur është 27 me 27 cm. Do të përdorni biskota të dëshirës tuaj. Do i regjim në qumësh një dhe nga një, duke i shtruar në tepsi. Kam shtruar 2 shtresa poshtë me biskota, ju mund të bëni sipas dëshirës tuaj. Nëse ju pëlqen, mund të shtroni 1 ose 2 shtresa. Hedhim pak më tepër se gjysma e kremit, e hapim mirë në mënyrë të barabartë në gjithë sipërfaqen, duke e shtruar mirë me shpatull. Sipër i kam hedhur disa lugë nga kremi i limonit, me sy duke llogaritur që të mbulojmë dhe pjesën e sipërme të ëmbëlsirës. Mund të shtoni dhe pak bajame ose arra, sipas dëshirës tuaj. Vazhdojmë shtrojmë dhe një shtresë tjetër me biskota dhe pjesa e mbetur e kremit. Në të vërtetë deri një ëmbëlsirë tepër freskuese që ja vlen ta provoni. Nëse e pëlqeni dhe ju shijen e limonit, ka për të pëlqyer shumë ëmbëlsira. Do të bëni një sipërfaqe të lëmuar, sepse kjo do jetë dhe pamja e ëmbëlsirës. Në këtë mënyrë dhe kremi i limonit do hapet mirë. E ndihmoj me një lugë, e hapi mirë në gjithë sipërfaqen. Sipër mund ta dekoroni sipas dëshirës. Unë kam lënë të thjeshtë si në video. Sa më thjesht, aq më bukur. E vendosim në frigorifer për të paktën 5-6 orë, derisa ëmbëlsira të lidhet. Nëse e doni për mysafir, është e mira ta përgatisni një ditë përpara. Le të vazhdojmë duke servuar. Dhe ja pra të dashur miq, ku përfunduam dhe me recetën e sotshme. Një ëmbëlsirë shumë e shijshme, freskuese që ja vlen ta provoni. Nëse për ndonjë arsye nuk e doni vezën të ëmbëlsira, mund të më shkruani në koment që t'ju them një zgjidhje me çfarë tjetër mund t'i jepni ngjyrën e verdhë. Pra pa ngjyrues pastiqerie. Nëse e provoni, punë të mbarë dhe ju bëf të mirë. Gjithë të mirat, bashkë mirë dëgjofshim në recetën e radhës. Për më shumë receta, na ndiqni.